dhe nuk e di që hidrovojnë në Durrës nuk punonte, apo fakti që Durana, që ka dalë tashmë të ditë të fundit, një fushë atje me dele dhe me lop, na shitet si një Silicon Valley, na shitet si një qytetëze vogël, po themi, na shitet si një zonë industriale pa taksa për industrinë e teknologjisë dhe të informacionit. Durana është të nivelit të inceneratorit të Tiranës, se nuk janë fare. I kanë vënë nga GPS, i kanë vënë nga antenë Wi-Fi, i kanë vënë dhe po quhen ato digjitale, ose kjo pastaj është më e rëndë se sa inceneratori i Tiranës. Për inceneratori i Tiranës më të drejtë që nuk ekziston sot. Prapë disa letra janë bërë. Janë munduar të bëjnë disa letra. Ka bërë një rrethim atje në sharr, mundohen që të kamuflojnë atë pjesë që nuk ekziston në procesin e incenerimit. Kurse këtu në fush na shiten që 30-40 firma nuk paguajnë tashmë taksat për miliona eurosh në arkën e shtetit, që janë para më pak për sizder, për paga, për pensione, për siguri, për ndihmën ekonomike, për shkolla, për kopshte, për ilaçet e nevojtarëve, për onkologjikun e kështu me radhë. Dhe pse? Se si po vërtetohet shpenzori dhe sot dhe lideri i opozitës, shumë qartë dhe thjesht njerëzit që janë të lidhur që po përfitojnë. Morën zonën e pavarur, po themi, me fjalë thjeshta, të pavarur nga ana financiare industriale atje, pa taksa, free zone, ndërtuan dhe një shoqëri të tyre, një shoqatë të tyre, e çuan dhe shoqatën të gjithën atje bashkë me të investitorët, miqtë e shokët të tyre njëri tjetrin, dhe spjegojnë ato taksat që duhet të pagojnë shtetit, ndonëse kanë marrë miliona, qindra miliona euro kontrata vetëm nga shteti. Në mënyrë klienteliste dhe abuzive duke marrë pengë dhe njerëz të tjerë madje. E kujt është përgjegjësia për këtë? E kujt është përgjegjësia? E ime dhe jote, jo. Apo e denoncojmë këtë gjë? Po. Çfarë masash po merren nga struktura përkatëse që të bëhet drejtësi të paktën për atë që po ndodh? Asgjë. Po aty janë dele dhe lopët. Dhe po në fuqi edhe këto me që flasim ne, është Durana. Çfarë kushtoi qeverisë të mbledhur që ta anullojë? Ta anullojë lejen e dhënë për zonën lirë ekonomike për teknologjinë e informacionit për Duranën. Çfarë kushton? Një mbledhje ka. Aty është dhe vet, aty ka dhe zëvendësen e vet, të cilat do të ishte para drejtësisë, dhe që po mundohet të përveç çdo lloj peliçe të mundshme që mos përballet me drejtësinë. Donca aferat janë sheshit, mesazhet janë sheshit, tuneli po kullon ujë. Ty vetëm që nuk po kullon ende, janë rrjedhat, të cilat e kanë mbytur, kanë zhytur aty katën e parë të kryeministrisë, po nuk shkojnë ka dytë sa duka, aty do ta ndjejmë vërtet se çfarë do thotë përballesh me gabimet që kanë kryer e përgjithësisht në kurrizë të jetës dhe të shëndetit shqiptarëve. Se janë para përgjithësisht më pak për ilaçe. Nuk kemi një vend sot i nderuar që nuk kemi problematikë me ilaçet e rimbursueshme. Ne nuk kemi sot një shoqëri që çdo pensionist ka ilaçe të rimbursueshme. Ne nuk kemi sot një shoqëri që fëmijët tanë kanë shkolla kopshte të çerdhe. Ne nuk kemi sot një shoqëri e cila kemi infrastrukturë normale bazike. Po ti një shoqëri e tillë nuk është prapë për të farë, por sido që të jetë, është më pak e rëndë vjedhja, grabitja, abuzimi që është kryer. Për një shoqëri ku mungojnë shërbime bazike dhe luhet me jetën dhe me shëndetin e njerëzve, dhe kur shikojmë asaj vjedhje 50 milionë euro tek tuneli. 2 ura që zhduken pas tunelit. Tuneli që kullon. Ai supervizori që thotë ora nuk është vrim kjo, është tunel, vendosin i hekur. Pra cilësia dhe siguria atje çajlon duhet urgjentisht marrë masat për të bërë një verifikim, një kontroll. A është apo s'është i sigurt kalimi i tunelit? Se nuk e themi dot ne. Se s'duhet përhapim panik. Po duhet urgjentisht menjëherë strukturat shtetërore, ekspertët, të bëjnë vlerësimin e tunelit. A është apo s'është aksesueshëm? Të aty sa shohin pastaj si për dele dhe për lopë do fusha jepen milionë euro. Po kushta edhe për ato që do të bëj ekspertizën prap një tender do e japin dikujt që e njohin, se këtu tash u bë. Shiko, prandaj këtu është domosdoshme, prandaj është domosdoshëm largimi i qeverisë aktuale. Prandaj është domosdoshëm ngritja e qeverisë teknike që quhen se do të tranzitore kështu me radhë. Jo thjesht për të krijuar kushtet për zgjedhje të lira ndeshme. Por që ato verifikime që të kryhen dhe të jepet të shkojë hakat e Zotit. Që kush ka gabuar të dalit të marrë përgjegjësitë e veta? Kush ka punuar të mirë? Kush ka bërë punë të mira? Të marrë dhe meritat e veta. Po kështu siç është sot, që në dritën e diellit nuk do të di njëri fare, që bën akuzë mjes drejt darkë, dhe nuk del njëri të japi arsyet, motivet. Se si është e mundur që nuk zhduken milionët e eurove. Dhe në fund të ditës nuk jep as përgjegjësi, kjo është diçka e cila nuk është e pranueshme, sidomos për një vend si Shqipëria që aspiron për të integruar Bashkimin Evropian. Kështu që